Sa I përket rastit, prokuroria themelore në Pejë ka dhënë detaje për lajmin e. Ky është momenti kur zyrtari policor në Pejë aksidentohet nga pjesëtar të KFOR-it italian, aksident ky që ndodhi rreth 2 javë më parë në momentin kur polici ishte në krye të detyrës së tij në qytetin e Pejës. Zyrtari policor pasi vren që vetura e parë po vinte me një shpejtësi të rritur, jep urdhër që të ndaloj, por më pas mjeti I dytë që ishte prapa e që I takonte KFOR-it po ashtu, godet të parin që tani më ishte ndalur edhe fatkeqësisht pson zyrtari policor duke u goditur fuqishëm, goditje kjo e cila I shkaktoi dëme të mëdha në shëndet. Pra të dy veturat që shihen në video janë të zyrtarëve të KFOR-it. Ajo çfarë vrehet është edhe intervenimi I vonshëm I tyre për dhënien e ndihmës policit. Pas këtij aksidenti u njoftua se zyrtari policor pas trajtimit që mori në ÇKUK u desh edhe t'i amputohej këmba si pasojë e aksidentit. Sa I përket rastit, prokuroria themelore në Pejë ka dhënë detaje për lajmin e ku ka thënë se prokuroria e çështjes ka pasur edhe një takim me zyrtarët e KFOR-it për të kuptuar rrethonat e ngjarjes që kjo procedurë penale sipas zëdhënësit të prokurorisë themelore në Pejë Shkodra Nikshit do të bartet në shtetin ku vijnë zyrtarët e KFOR-it pra në Itali. Fillimisht është njoftuar prokurori kryestar I departamentit përgjithshëm nga policia e Kosovës, të cilët kanë qenë me ngjarjes. Më pas prokurori kryestar ka dhënë autorizimet e nevojshme që të kryen gjitha proceset hetimore. Janë grumbulluar provat mjaftueshme, të cilat I shërbejnë kësaj procedure penale. Më pas prokuroria e çështjes ka pasur takim me zyrtarët e KFOR-it në zyrën e saj, ku ka biseduar hollësisht lidhur me rrethana se si ka ndodhur ky aksident dhe procedurat e ndërmarrë nga prokurori I shtetit. Për shkak të imunitetit që kanë zyrtarët e KFOR-it në Republikën e Kosovës, kjo çështje penale do të bartet për të hetuar në shtetin e tyre. Dhe ndërkaq do të zhvillohet procedura penale për veprimet e mundëtjeshme. E keqja e kësaj historie është fakti se ky zyrtar policor si dhe shumë të tjerë që kanë mësuar lëndime trupore gjatë kryerjes së detyrave, ende janë pa sigurime shëndetësore. Pavarësisht sfidave dhe rreziqeve me të cilat përballen çdo ditë, edhe pas mbi 2 dekadash funksionim të institucionit, gjendja me sigurimet shëndetësore është e njëjtë. Edhe pse ministri I punëve të brendshme Xhelal Sveqla në fillim të mandatit të tij kishte premtuar se kjo çështje do të zgjidhej, premtimi nuk është realizuar as sot. Në muajin nëntor të vitit 2023, policët kishin organizuar 2 protesta të njëpasnjëshme ku krahas kërkesave për kompenzimin e shtesës së rrezikshmërisë dhe shujtave mujore, ata kishin kërkuar edhe sigurimin shëndetësor dhe atë jetësor, kërkesë që vazhdon të mbetet e paplotësuar në heshtje dhe të jetë e nevojshme. Sa I përket rastit, prokuroria themelore në Pejë ka dhënë detaje për lajmin e. Ky është momenti kur zyrtari policor në Pejë aksidentohet nga pjesëtar të KFOR-it italian, aksident ky që ndodhi rreth 2 javë më parë në momentin kur